Jemi në prag të një reforme të re zgjedhore. Duhet të jetë gati për zgjedhjet vendore të 2015-s. Shefja e misionit të Odirit, Koni McCormack, ka mbërritur në Tiranë me këtë qëllim dhe është në kërkim të mirëkuptimit të gjithë faktorëve për një reformë konsensuale sipas rekomandimeve të OSBE Odirit. We are seeking ways to work together in collaboration so that priorities can be identified to make the election process even better in future elections. Ne po punojmë për të identifikuar prioritetet e nevojshme në mënyrë që zgjedhjet e ardhshme të jenë edhe më të mira. Ankesat më të forta i ka gjetur te kryetari i opozitës Lulzim Basha, i cili gjeti rastin të pohojë se qeveria e djathtë bëri zgjedhje me standarde, ndonse me një KQZ të cunguar për shkak të bojkotit të antarëve të majt, por jo vetëm kaq. Basha tha se me 23 qershor, shitblerja e votës u ngrit në sistem për të vijuar edhe në zgjedhjet e pjesshme të Korçës nga e majta. Dhe ky bojkot bëri të mundur që edhe për çështjen e ndjeshme të blerjes së votave në Korçë, sikundër për çdo çështje tjetër të zgjedhjeve të 23 qershorit, sistemi i apelit të mos funksionojë. Vendimarrja të kryhet me një shkallë vetëm, siç ishte kolegji zgjedhor, i cili fatkeqësisht dje mbylli syt para asaj që çdo kusht tjetër në Shqipëri ka parë dhe ka dëgjuar blerjes me sistem, me rrjet kriminal të votave në Korçë. Basha kërkoi që përgjegjësit për shitblerjen e votës të vihen para drejtësisë, duke shpresuar që edhe në përmirësimin e ligjit të zgjedhjeve në fokus të jetë parandalimi i këtij fenomeni. Dhe shpresojmë që në bisedën e cila ka qenë jashtëzakonisht produktive, e hapur dhe miqësore, të ketë zanafill një angazhim i fuqishëm i Odirit, krah për krah me OSBE-n dhe institucionet e tjera, për t'i vënë fre kriminalitetit me cilin kjo mazhorancë i është përveshur infrastrukturës zgjedhore dhe zgjedhjeve të lira dhe votës së lirë si koncept në Shqipëri. Me vëzhguesin e Odirit u takuan edhe zyrtarë të qeverisë, të cilët ashtu si dhe kryetari i kuvendit kanë shprehur gatishmërinë për reformë zgjedhore dhe institucionale. Kryetari i kuvendit Ilir Meta deklaroi se një riformatim i mundshëm i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve duhet bërë përmes frymës së konsensusit politik në bashkëpunim me institucionet dhe ekspertët ndërkombëtar, në mënyrë që të evitohen ndërhyrjet politike ndaj integritetit të punës së këtij institucioni në të ardhmen. Siç pohon zyra e presidentit të Republikës, zoti Nishani vuri në dukje se zgjedhjet e fundit te i kaluan shumë nga problemet e shfaqura në të shkuarën dhe vendosën standarde të larta që gjithsesi duhen avancuar duke zbatuar rekomandimet e OSBE Odirit.